Këto janë dëshmitë e qarta të urrejtjes patologjike që sistemi komunist në Shqipëri pati ndaj Kishës Katolike dhe ndaj katolikëve në përgjithësi. Kjo është një trupore e Krishtit të kryqëzuar, e shpëtuar nga zjarri i objekteve që të duheshin të digjeshin në kuadër të luftës kundër Kishës Katolike e mënyrë të veçantë kundër gjitha besimeve në Shqipëri. Kjo trupore kaq e jashtëzakonshme u rujt për vite e vite me radhë nga Age Cali në Kodër Marleka i të Lejës dhe në vitin 94 i ke dorëzuar i Zot Angelo Masafres, argjipeshëve të Shkodrës, që ta ruante si dëshmi e një kohe ku vetëm të besoje dhe doje Zotin përfunoje në burg ose i përshkatuar. Këto janë shenjat e një urrejtje. Trupore si kjo dhe shumë objekte të tjera gjenden në Muzeun e Kishës Katolike në Shkodër, në të cilët janë shenjat e qarta, jo vetëm të një vujtjet, por edhe të një rezistencë të jashtëzakonshme.